Ka mendje që ndriqojnë si yje, por zemra e tyre është e pushtuar nga errësira. Janë ata njerëz që ndonjëherë i quajmë gjenial, të ndritur, të veçantë. Ata që me mendjen e tyre kanë ndërtuar ide, që kanë trënditur botën, kanë zbuluar të panjohurën, kanë krijuar simfoni që prekin shpirtin, kanë shkruar faqe të artë në histori, por pak e dinë se prapa atyre syve të thellë e të mbushur me dije, shpesh herë fshihet një shpirt i lodhur, një zemër që rreh në heshtje me ritmin e dhimbjes. Të tillë ishin shumë prej mendjeve më të mëdha të njerëzimit. Friedrich Nietzsche, filozofi që tronditi themelët e mendimit perëndimor, shkroi ide briljante, por në fund u thye nga errësira e mendjes së vet dhe jetoi vitet e fundit në çmendi. Vincent van Gogh pikturoi yjet me një dritë që askush tjetër nuk i kishte parë, por vrau veten në moshën 37 vjeçare duke lënë pas vetëm një letër dhe një shpirt të papërqafuar nga bota. Sylvia Plath, poete me një thellësi rrënqellëse, na tregoi se si dhimbja mund të kthehet në art, por edhe ajo u shua nga plagët që nuk i pa askush. Lexoj Hysni Baliu.